Rus basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste. Jemi përsëri me pamjen në Seza i Suroj, Bashkimi Trepqa, 42-42. Ndeshja e 5 finale, të jesh apo të mos jesh, apo si kishin me thonë anglisht, winner go home, fito apo ec në shtëpi. Është kjo ndeshje vendimtare për Bashkimin. Do të zbuz Bashkimi rezultatin në 3-2 në seri, apo Trepqa do stolitet me titullin e 2-3 dhe 6 në histori. Këte do të mësojmë pas 20 minutave të radhës. Me të vërtet pjesa e parë ka qenë fantastike. Trepqa shkoj në 12 pike përsi, pati një mbrojtje fenomenale në start, ishin jashtëzakonisht efikas. Megjithatë, në vazhdim, duke i falenderuar Valion Bullojës së shkëlqyeshme në mbrojtje të tandemit Valion Bunjaku dhe Dirk Williams, arriti që të rikthehet në lojë. Në anën tjetër edhe kontributi i Samir Zekiqit me treshet e tij, apo i shohim më të mirët, 11 pikë Max Smith, 10 pikë Michael Greeni. Tek Trepqa janë lojtarët lider të dy skuadrave. Ulpion. Me të vërtet një pjesë e parë ashtu edhe realisht si që kemi pritur, ashtu si që kanë qenë edhe duelet e kaluara. Skuadra e Bashkimit edhe pse nuk e nisi mirë takimin, shpërtheu në qerekun e dytë. Ky qereku i dytë po më duket ashtu si në Mitrovic, edhe këtu në Prizren sonë të funksionoj mirë për ekipin e Bashkimit, por personalisht më pëlqen fakti që këtu kësaj radhe kemi kontributin e lojtarëve vendor, si që përmendë edhe ti, Valion Bunjaku, gjithashtu edhe Samir Zekiqit, të cilët u angazhuan më tepër ashtu si që bën në duelin e fundit në Mitrovic, Mikajlet Mushiqi bashkë me Drilon Ajrizin. Në fund të ditës për ne, më e mira është kur i shohim lojtarët tonë vendor të japim maksimumin e tyre. Definitiv, një gjë interesante shumë që më ranë në sy ishte se Wendell Green, McInnes dhe Zeqiri janë bankën rezervë dhe Wendell Green nuk ishte as pak i lumtur me vendimin e trajnerit Janković. Peshja e Bashkimit, Kobs, Bunjaku, Zekiqi, Smith dhe Williams. Myers atje tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Samir Zekiqi kundër sulmi shpejt, situata 3-2. Bunjaku për mrekulli dhe e përsia e parë pas të themi 18 minutave loj e Bashkimit për 44 me 42. Tuna është kthyer në lojë, Tuna, Myers, Kobs atje lufton, ja vjedh topin Smithit. Mbrojtje e mire e Rick Kobsit dhe pikërisht për këtë arsye ka fituar vendin për balë McInnes, megjithatë kësaj radhe i rëshqitja i top. Fauli Samir Zekiqit, i cili i rëshqiti topi. Max Smithit fillimisht e më pas edhe Zekiqi shkaktoi faul, ja ta shohim edhe një herë. Ajo, këto e në pikët e Valionit Bunjakut mbi Kotonin. Personale e Zekiqit. Është fauli i pari i Samirit, i cili ka 6 pikë, ato 2 treshet e ti nga 3 tentime dhe vazhdon të luftoj atje me Drilonin. Edhe një tjetër personale, Zekiqit shpejt nga kohët me 2 personale, është 2 tajti. Për 10 sekonda 2 faula. Driloni me të vërtet e ka përvojën Drilon Hajrizi. Është vështirë të mbrohet, sidomos kur luan me shpinë. Mjeshtër i lojës me shpinë është Drilon Hajrizi. Sidomos atë trollingun e ka jashtëzakonshëm. Myers për Greenin. Blokada tje dhe faul në sulm për herë të dytë sonte. Michael Myers është ky referi çek, Jan Ballon, i cili e referon. Personalja e dytë e Myersit, të dyat ishin në sulm, të dyat pas atyme blokave në sulm jo të rregullt. Bunjaku dhe Green. Tani Greenin po e shohim agresiv ndaj Bunjakut, i cili po i shmangët presingut, po e kontrollon topin, po e driblon për mrekulli, tenton për 3 pikë, nuk realizon, po topi i kthehet Max Smithit. Bunjaku depërton e kthente Max Smithi, i cili nga këto pozita ditë të qëllon kësaj here jo. Drilon Hajrizi më i larti në kërcim. Mbetët 2 pike përsi
për bashkimin. Driloni e kërkon atje Max Smithin, por Copes është duke luajtur mbrojtje fenomenale. Tentim për 3 pik Tuna në brendi, por Smith ja vjedh topin. Smith, Dirk Williams për mrekulli dhe faul nga Drilon Hajrizi. 2 gjuajtje të lira thot Balloni. Fauli Drilonit është ky fauli i dytë, personalja e dytë e Drilon Hajrizit. Edhe njëherë Williams. Bukur atje për Smithin. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Smithin, lojtarin kryesor të më efikas në fakt të bashkimit pas pjesës së parë. 11 pikë të tij, është kjo pika e tij e 12, 100% është efikas nga vija gjuajtjeve të lira. Max Smith 3-3. Me ekranet e juaja Myers. 7 pikë, 3 kërcime, 3 asistime dhe 1 blokad për pikërisht Myersit në fund të pjesës së parë ka Bunjaku, ndërsa Smithi realizon të 2 gjuajtje të lira, 12 pikë të tij. 4-4 nga vija gjuajtjeve të lira për 46 me 42. Seri fillestare prej 4-0. Sikurse në start të ndeshjes Myers atje e kap këtë top të huqur të Kotonit dhe e zbut disavantazhin në 2 përsëri. Williams në rolin e playmakerit për Bunjakun. Ishte një faul aty ndaj Myersit. Jo, i Myersit. Po, ndaj Smithit. Ndaj Smithit, po më fal. Dhe me njëherë reagon treneri Adis Beqiragiqi. E nxerr nga loja Myersin dhe Drilon Hajrizin. 3 faula i ka Myers, e vjedh të top Koton. Fantastik, Tekele Koton në mbrojtje. Fenomenal. Edhe njëherë në mbrojtje, Tekele Koton rezultatin e barazon në 46 me 46. E shton tani presingun skuadra e Trepçës. Nëse ka qenë agon Myers ndër kryesorët, pa tjetër duhet të theksojmë edhe kontributën e Tekele Kotonit në këtë seri. Pasi në qastet vendimtare, gjithë një e ka marrë përgjegjësinë, qoftë me mbrojtje të mirë, qoftë me depërtime apo asistimet të tij. Fauli Batën Tunës. Dueli 2 shtatshëve, Tuna e ndal në mënyrë të palejuar Eric Copesin. Është ky fauli 4 i Tunës. Vetë Mushiqi bëhet gati atje, ngritët Drilon Hajrizi dhe i thot Adisit Tuna i ka 4 personale. Buzqesh Adisi ja qak dorën Drilonit edhe i thot Mushiqit që zavensoje. Eric Copes realizon tentimin e parë. Edhe të dytin për 48 me 46. Tuna largohet nga loja në vend të tij. Kthehet Mushiqi. 2 pikë, 2 kërcime, 2 asistime, një top i vjedhur Tuna për 8 minuta lojë. Ndërsa ka 4 faula. Green. Mushiqi tenton atje për 3 pikë, është i penguar dhe gjuajtja e tij përfundon aty ku përfundoi. Dhe tani tifozët po e vrejnë që bashkimi ka nevojë për përkrahjen e tyre. Përsëri përballja Green Bunjaku. Fauli Greenit. Kjo personalja e parë e Michael Greenit. Lojtarit më efikas të Trepça me 10 pikë, ka 3 asistime. Michael Green,ërsa edhe Junior Maduti, 8 pikë të tij. 12 minuta lojë. Sikurse edhe të dielën e kaluar në Pokët e Palestër, Madut ishte i shkëlqyrshëm në pjesën e parë. E huq tentimin e parë Valon Bunjaku, nuk i ndodh kjo shpesh Valonit. Serën e dytë realizon për 49 me 46.
3 pikët e fundit të bashkimit edhe nga gjuajtjet e lira. Bunjaku 8 pika, 4 asistime e 3 kërcime për shine. Green, Copes ka dalë atje të ndihmoj. Topi shkon te Hunter, i cili tenton, nuk realizon. Max Smith lufton atje, po Green edhe njëherë është me vërtet fenomenal. Green me këto topat e vjedhur, po e përcel, e ka timingun e shkëlqyeshëm për përcel topat e dëbuar dhe me një solo aksion, me aksion individual e afron rezultatin në 49 me 48. Dhe të kthehet në lojë Madut, tentim për 3 pikë i Smithit. Në tani 2 sulmet e fundit të huqura. Copes ka luajtur i fundit me topi do të jetë për Trepçën. Madut në vend të Kotonit, largohet Koton. Tet pikë të Kotonit dhe ufa, sa bukur atje. Dhe rikthehet e përsia e Trepçës, 49 me 50 asistim, po sa u i kuadrua në lojë. Madut realizoi pika e tij e 10 lojtari i dytë me pikë dyshifrore tek Trepça. Green 12, Madut 10. E rikthen e përsin. Copes për Smithin. Lëvizje bukur e Smithit, por në mbrojtje Mushiqi me të vërtet i jashtëzakonshëm. Kapiti tentojnë atje, kërkojnë rishikim të situatës. Referi Robert Liklicki i tregon atje trenerit Sasha Jankovicit që në pyetje ishte dëbimi i topit pasi kishte prekur rrethin. Foul ndaj Kapitit. Në lojë kthehet Green dhe McInnes. Smith dhe Copes ulen për të pushuar. Herën e parë e huq reprezentuesi i Kosovës Dardan Kapiti. 5 minuta 9 sekonda lojë. Edhe herën e dytë, luft atje, topi kthehet Mushiqit. Sulmi ri për Mitrovicasit. Green kundër Greenit, pas një kohë të gjatë, njëri kundër tjetrit. I kthehet topi për sërit Mushiqit. Green tenton, nuk realizon. Kapiti 3 kërcime në sulm, rresht. Pra mbyllja e dopte koshit nga Prizrenasit. Lufton atje Valion Bunjaku, i hatashëm sonte. Green dyfishot nga Madut dhe Kapiti. Bunjaku shpejt tek Williams, nuk vendoset atje McInnes. Shkon për pick and roll me Valion Bunjakun, e pret Valioni, pick and roll i dyfisht atje me floater, nuk realizon, e përmirëson dhe shënon Valion Bunjaku. 51 me 50. Një emën po luan sonte për bashkimin dhe ky është reprezentuesi i Kosovës Valion Bunjaku. Me vërtet fantastik sonte. Sami Hunter për mrekulli, kalon, depërton dhe e rikthen e përsin. 51 me 52 është kjo hera e 6 sonte që rezultati ndronon. 3-50 herën në fund të çerekut të tretë. Zekici për ballë ka Hunterin, Williams e të Mushiqi. Mbrojtje e mire Mikailes, Williams për mrekulli atje, depërton. U vonua Mikaile, u vonua e shtyru po. Kërkoj pikërisht atë kontakt, pasi që ishin 2 sekundat e fundit të aksionit. Menqur. Dhe depërtoj. Menqur definitivisht nga E shuajmë edhe në fakt 3 sekunda pas kanë qenë. Po pati shtyrje me krah, ndërsa ishte ngritur për të gjuajtur dhe ja tani kthehet në lojë Lejson Zeqiri, i cili ka 3 personale, është nervoz sonte. Në vine gjuajtjeve të lira, Williams realizon, vazhdon të jetë i qetë. Dirk Williams 3-3 nga vija gjuajtjeve të lira, nuk ka huqur asgjë. 9 pikë të tij.
Faulli Semi Hunter ndaj Lejson Zeqirit gjatë gjuajtjes nga vija e gjuajtjes së lirë. Me të vërtet një faul që nuk shihet shpesh. Jo, shumë radhë shihet. Nuk di që kom pa në herë në... Lojtari me numër 7 do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Ja, kjo goditja. Ky është momenti. Po. Ekzekuton gjuajtjen e lirë Williams për 53-52, i realizon të dy gjuajtje të lira dhe tani Lejson Zeqiri do të ekzekuton gjuajtje të lira, ka plotësuar bonusin skuadra e Trepçës. Lejsoni nuk qëllon, betet me ato 2 pikë të tij, e raport që është në vijën e gjuajtjeve të lira Lejsoni sonte. 3 minuta e 37 sekonda deri në fund të çerekut të tretë, herën e dytë është i saktë për 54 me 52. Green për Hunterin, i cili tenton nga distanca dhe realizon treshën për të rikthyer rezultatin në favor të Mitrovicasve. 54 me 55 nga distanca e madhe. Semi Hunter, hera e 7 që sonte e përsia ndron anën. Mbrojtje e mire të Mushishit ndaj Williamsit, edhe Maduti, atje shkon edhe të Mushishi. Qka po shofim? Qka po shofim? Gabo njoni, gabo tjetri, gabo njoni, gabo tjetri. Në fund, më i vëmendshmi ishte Mikajlet Mushishi, i cili e kapa top. Ja, këtu Williams gabon, Maduti e vjedh, shkon me ngulit e huq, topi te Lejsoni, Lejsoni ja kthen drejt dhe në duar të Mushishit, i cili realizon për 54 me 57. Ashtu si që është e Mitrovic, një ndeshje e qudirave, nëse mund të themi edhe sonte, po kemi momente të tilla. Po më duket që të dyja skuadrat janë në tension, sepse skuadra e Bashkimit s'ka çka të hup sonte, nëse në pomerej s'ka çka të hup. Ka çka të hup se disfata sonte do të thotë përfundimi i kësaj serie finale dhe shpallja e Trepçës kampion. Në anën tjetër, Trepça është në ngërç për arsye se i duhet fitoria, jo vetëm për të shpall kampion, po një ngushtimi i rezultatit në 3-2 eventual, presioni në Mitrovic do ta ngriste në maksimum. Kështu që për të dyja skuadrat sonte kjo ndeshje është e rëndësisë të jashtëzakonshme. Ja në ekranet e juaja, Valon Bunjaku 10 pikë, 4 kërcime, 4 asistime, një top i vjedhur, një blokad dhe pa humb as një top të vetëm. Figura kryesore të skuadra e Bashkimit sonte është playmakeri, reprezentuesi i... Ishte i çuditshëm zëvendësimi i tij në momentin kur po jepte energji skuadrës së Bashkimit, Jankovic vendosi ta ullë. Çfarë asistimi nga Altin Morina për Gjovoj McKinnisin atje. E ngrit në lartësi, e ngulit McKinnisi, tenton të përgjigjet Greeni, nuk arrin, Smith e kap topin. 56 me 57 është afruar rezultati. Wendell Green blokohet atje nga Kapiti dhe Madut kundër sulmi shpejt. Kastrati për herë të parë në lojë, Kastrati depërton, blokohet nga McKinnis. Zeqiri në vend, 2 minuta 14 deri në fund të çerekut të tretë. Pick and roll, Altin Morina për McKinnisin, i cili e huq, lufton atje, e kap të top, e shpëton. 4-4, Trepçës aty. Dhe faulli Altin Morinës. 4 lojtarë të Trepçës me McKinnisin, i cili lufton. Nuk e kap të top. Kastrati kërkon faul atje me... Edhe njëherë ky alley hoop fantastik në thellësi. Altini për McKinnisin.
i cili e ngulit mbi Dardan Kapitin për të afru rezultatin në 56-57. Madut ka të lashet për të rivë topin, mbrojtje e mirë e Greenit. Pick and roll i mirë i Kapitit për Greenin, i cili lanson edhe një treshe qëllon për 56-60. Dhe këto treshet janë të rëndësishme për Mitrovicasit në këto qaste. Pra, pas asaj treshe edhe një tentim, sa radhe i pas sukseshëm. Pas treshës së Hunterit erdhi edhe treshja e Greenit. Për 56-60 kanë betur edhe një 20 deri në fund Green. Tani Greeni e ka marrë rolin e lokomotivës së Trepçës, po e udhëheq skuadrën e tij me shumë sukses. Michael Green 15 pikë të Michael Greenit deri tash. 3 treshet të ti. Brojtje fantastike. Fenomen, Gabon atje duke tentuar që të jetë atraktiv. Lejson Zeqiri hedhët në parket, kundër sulmi shpejt. Wendell Green tenton dhe treshen e realizon. Adis Beshiragici çmendet atje me atë topin e humbur të Greenit. 59-60. Në treshe të Greenit, përgjigjet Greeni me treshe. Michael Green i vetmuar Kastrati atje. Mbrojtje e mire me Kinnisit, Max Smith, Green depërton kavia ansore atje. 14 sekundat e fundit, sulmi deri në fund do të jetë për Bashkimin. 59-60, çdo gjë e niveluar. Green kundër Madutit. Edhe 2 sekunda, tenton me treshe, topi hyn edhe nga koshi. Betët rezultati 59-60. Qerekun e pare fitoj Trepça 23-13, të dytin Bashkimi 29-19, dërsa të tretin e fitoj Trepça 18-17. Me të vërtet, edhe një ndeshje shumë identike me atë të cilën e shikuam 3 ditë më herët, në fakt 4 ditë po i bjen më herët, të mërkurën në Minatori. Kanë betur edhe 10 minuta loj, 10 minuta vendimtare, pa dyshim se figurë kryesore të Bashkimi, edhe njerë po e përmendim, atë e tregon edhe indeksi. S'kemi çka të flasim ne, 10 pikë, 4 kërcime, 4 asistime, 1 top i vjedhur, 1 blokad nga Valion Bunjaku. Pranë për krahu ati po i qëndron Max Smithi me 13 pikë të ti, 4 kërcime, 10 pikë i ka dhe Dirk Williams. Valion Bunjaku dhe Dirk Williamsi ishin më meritorët me ato mbrojtjet e tyre që kontribuan në shkrirjen e rezultatit prej 12 pikëve dhe kalimin e përsi prej plus 4 të Bashkimit. E në anën tjetër të Trepça, pa dyshim se tandemi kryesor është Michael Green me 15 pike, 5 asistime, 3 treshe, mbrojtje fenomenale po luan sonte Michael Greeni, dhe Maduti cili ka 10 pike, 4 kërcime. Natyrisht nuk mund të mos e përmendin kontributin e tandemit që ka dominu Myers dhe Kotonit, të cilët i kanë nga 8 pikë se cili. Ulpion 10 minutat e fundit, 10 minutat vendimtare. E realisht në këto momente publiku duhet zgjohet nëse kërkojnë diçka më tepër, pasi po e shohim goxha qetë sonte, dhe në këtë moment Bashkimi duhet për kraja publikut motive nëse dojnë diçka më tepër, e të vazhdon kjo seri. Pasi gjithçka është e hapur, vetëm 1 pikë e përsi për ekipin e Trepçës, pam gjithçka dhe sonte si në duele tjera, por do ta shohim sa do të kemë forcë Prizrenasit që të arrin të marrin këtë fitore të madhe që do të jetë për ta sonte. Po shohim sonte McInnes 8 pike, 2 kërcime, në anën tjetër Myers i ka po ashtu 8 pikë dhe 4 kërcime. Mirë po, ende është duke pushuar. Sa bukur atje, Lejson Zeqiri, gabim në hapa.
gjatë rollingut gaboj Lejsoni në As nuk hapa aty. proteston edhe ajo është i vetishëm. Unë dalë pas 2 hapave. Kapiti për Hunterin, i cili tenton edhe njëherë kësaj radhe nuk shënon mirë, po përsëri te vendi është Tmushici. Këto kërcimet nësojmë në disa qaste vendimtare kanë qenë tek ekipi i Trepçës Sagan. Pati atje ankes për udhëheqje të dyfisht nga Maduti. 59-60. Wendell Green, Maduti është pranë tij. 4 lojtarë janë ndruar sonte në mbrojtjen e Wendell Greenit. Topi shkon te Smithi, mbetet i vetmuar, tenton, nuk realizon. Sami Hunter më i larti në kërcim, reprezentuesi i Bahameve. Green, qyshja vjedh si me magnet topin ik. Wendell Green si rakete realizon për të rikthyer rezultatin në 61-60. Dhe rezultati për herë të 9 sonte ndron e përsi Bukur Michael Green për 61-62. Hera 10. Her kneje, hera ne e përsia. Wendell Green nuk realizon. Bunjaku me kërcim në sulm, më shtat shkurti përsëri Valon Bunjaku në mesin e gjigantëve e kap këtë top. Kërcimi i 5 i Valonit, prej këtyve 5 kërcimeve. Shojmë edhe njerë këtë topin e 3 janë në sulm, edhe njëherë po e shofim si me magnet atje vodhi këtë top Max Smith. Green largohet, në loj kthehet Myers edhe Drilon Hajrizi. Dhe tani po e shofim atje një mos pajtim mes të Adisit dhe Petrit Zeqirit. Nuk u kuptuan për ndrim dhe zavencim. Realizon Valon Bunjaku, si do qoftë rezultati barazot në 62-62. Dhe nëse realizon edhe këte gjuatje të lira, atëhere e përsia do të ndronon sonte për herë të 11. Çfarë loje, çfarë finale. Dhe e bën këte për 63-62. Hera 11 që ndron e përsi. Driloni dhe Lejsoni, i ka 3 faulla Lejsoni. Është agresiv. Aty Myers dhe McInnes. Riktheh dueli McInnes-Myers. Cotton Bunjaku. Smith Tmushici. Tenton për 3 pik. Dhe edhe njëherë Valon Bunjaku me kërcimin e 6 të tij. Wendell Green kërkon aksionin 4, ta shofim çka është aksioni 4. Bloki Lejsonit për Smithin. Lejsoni në blok për Smithin, përsëri shkon deri në fund, depërton, bitë gjithë realizon 65-62. Time out kërkon Adis Beqiragiqi. Shikoni Max Smithin, me të vërtet po luan me zemër edhe njëherë. Ky pick and roll fenomenal i Lejsonit i krijon hapësin Max Smithit, i cili e bën këtë dribling mes këmbëve për mrekulli, e mashtron edhe Tmushicin edhe Drilonin mbi Myersin me tabel. Aksion fenomenal dhe deportim fantastik i Max Smithit, i cili e ngrit rezultatin në 65-62, 15 pik edhe 2 katërshet të Max Smithit. 4 kërcime e 4 asistime, i ka dhe 3 topa të vjedhur. Ai topi i vjedhur parësisht e si me magnet me vërtet i jashtëzakonshëm. Max Smith agon bëtuaj në çdo ndeshje punën e vetë ka kryer. Nëse nuk gaboj në 2 ndeshje ka pas double-double. Në ndeshjen e parë bashkë me Wendell Greenin i kishte shënuar ato 22 pikët. Dhe mund të themi lojtari vetëm që ka qenë konstant në të gjitha këto ndeshje për bashkimin ka qenë Max Smithi. 22 pike, 8 kërcime i ka realizu në ndeshjen e parë. Pastaj në ndeshjen e dytë i ka pas 11 pike, 3 kërcime, ka qenë pak më i dobët. Në ndeshjen e kaluar pati 12 pikë dhe nga 3 kërcime asistime, kurse në ndeshjen e fundit pra
realizoj double-double, 17 pike, 12 kërcime, kitë të drejt Vulpiana. Ka qenë konstant, aje ka dhënë kontributin e ti, por ka munguar kontributit të tjerëve, me që ta të shojmë sonte. Po e shojnë një energji dhe një dëshirë më të madhe të bashkimit sonte për fitore. 65 me 62, 7 minuta e gjysmë deri në fund, topin e ka Koton, Madut atje, i vetmuar Trilon Hajrizi, Myers lufton atje Lejson Zjeqiri, me Myersin përsëri faul në sulm nga Michael Myersi, nga këto 4 personale, 3 i ka në sulm, Michael Myers lufton atje. Shojmë duelin e ti me Lejson Zjeqirin dhe kjo ngritja e krahut Myersit ndikoj për atë faulin në sulm. Largohet nga loja përsëri Myers, kthehet në lojë Dardan Kapiti, edhe të Mushiqi është larguar nga loja, mbrojtje e mire Drilonit atje, e vjedh këtë top, Koton është në lojë, Driloni, lëvizje mashtruese e ti, për Kotonin shkon në pozitën e postit të ullt aty ku luan me shpin, do të jetë Smith atje, edhe natyrisht e shfrytëzon 7 lartësinë e tij dhe përvojën të cilën e ka Trilon Hajrizi për të afruar rezultatin në 65 me 64. Saktësisht e din Adisi se ku do të jetë pika e dobët. Bunjaku, pick and roll i dyfisht me McInnesin, shkon deri në fund McInnes, edhe kosh faul, asistimi Valon Bunjakut, asistimi ti i 5, 12 pikë, 6 kërcime, 5 asistime, 1 top i vjedhur, 1 blokad dhe po e potencoj, pa e humb as një top të vetëm. Bunjaku e kthen prapa për McInnesin i cili ndalet me faul, nuk e realizon këtë gjuajtje të lirë, rezultati mbetet 67 me 64, edhe 6 minuta e gjysmë deri në fund të finales së 5. Green tenton, nuk realizon, Greeni tjetër i bashkimit e kap topin. Kërcimi i treti ti. Sonte dish më i heshtur Wendell Green, Zjeqiri tenton për treshe, dhe e huq. 6 minuta 6 sekonda. Koton përballë ka Smithin. Lëvizje mashtruese nga trot atje me top. Koton, mbrojtje e mire Smithit, e pengon, por jo mjaftueshëm. Mbeti pak larg Smith dhe i krijon hapësin tek edhe Kotonit për të afruar rezultatin përsëri në 1 pikë. Lejson Zjeqiri tenton përsëri me treshe, fatmirësisht për te Wendell Green me kërcim në sulm, realizon pikën e tij të 9 dhe e ngrit e përsi në 3. Koton për Kapitin. Faul i Lejson Zjeqirit. Është ky faul i 4 i Lejsonit. Personalja e 4 e Lejson Zjeqirit, i cili ullet për të pushuar në lojë. Rikthehet Samir Zekiqi. Në vijnë gjuajtjeve të lira Dardan Kapiti, i cili e huq gjuajtjen e parë të lirë. 3-0 është nga vija gjuajtjeve të lira Dardani sonte. 2 pikë të ti, ka 5 kërcime. Dhe të 4-tën herë e realizon. Gjuajtjen e lirë për 69 me 67. Bunjaku deporton, lufton McInnes, pengot kësaj radhe Green. I shpejt atje, i kërkon falje Valon Bunjaku, e bëri faulin, shumë korrekt, shumë ferm. Valoni do të rishikojnë këtë situatë me shpejtësi normale, ju lutëm, pasi referët po dëshirojnë të kontrollojnë këtë.
faull jo sportiv, personale jo sportive e Valon Bunjakut, si pas referve Balun dhe Zurapovic. Me 68, realizon të dy gjuajtjet e lira Michael Green. Topi do të jetë anash, rezultati barazohet. 5 minuta 9 sekonda deri në fund të lojës. Cotton, pick and roll me Drilonin, tenton atje, nuk realizon, lufton Dardan Kapiti, edhe Drilon Hajrizit. Kapiti e kap këtë top nga duart, i shpëtoi Kapitit, por Driloni e goditi me top atje, nëse zgaboj a ishte Zekici apo McInnes. 14 sekonda sulm për Mitrovicasit. Green, fantastik sonte me vërtet. Driloni lëvizje mashtruese e ti tenton, nuk realizon topi. Përsëri kthehet në duart të Madutit. Sa e radhe Green për Madutin, i cili depërton, nuk realizon. Çfarë betejë, McInnes dhe faulli Dardan Kapitit. Çfarë betejë, top për top. Po nga trohën lojtarët e të dyja skuadrave. Tani veç edhe nervoza, po e bën të vetën, nuk po janë të fokusuar dhe koncentruar maksimalisht. Shikoni këto luftën, ishte këtu faulli Dardanit ndaj McInnesit. Personalja e 4 e faulli 4 i skuadrës së Trepçës. Ka plotësuar bonusin skuadra mysafire. Bunjaku pranë tij është Green. Me të vërtet dy lojtarët që luajtën mbrojtje fenomenale sonte. Wendell Green përballë ka Madutin, kërkon hapësin, shkon atje i vetmuar për mrekulli. Greeni realizon mbi Greenin për 71-69. 4 minuta e 9 sekonda deri në fund. Green kundër Greenit, pick and roll i Dardan Kapitit, McInnes, Dardan Kapiti e ngolit atje në thellësi për toke. Asistim fenomenal i Michael Greenit për Dardan Kapitin, i cili e shmonton koshin për 71-71. Personale tek edhe Cotonit. E priti mirë atë Max Smith dhe kërkoi atë kontakt. Veprim i mençur i tij. Me të vërtet është e shohim edhe një herë momentin. Max Smith e ky kosh ishte fenomenal, me të vërtet deportimi i Wendell Greenit. Shpesh po e themi sonte Greeni kundër Greenit. E në vine gjuajtjeve të lira do të jetë Max Smith figura kryesore me Valon Bunjakun sonte të bashkimi. Pika e tij e 16-5-5 është nga gjuajtjet e lira. Max Smith 16 pikë të tij. 72 me 71. Do të jetë ngusht, do të jetë dramatike deri në fund. Zekici kërcen dhe kap këtë top. Max Smith e top dhe treshën e realizon. Ai. 75 me 71. Shpërthen palestra Seza i suroi. Green, Zekici del atje për ta penguar. Zekici kundër Greenit. Green tenton të përgjigjet. Përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshe. Dueli i dy lojtarëve me numër 3, të cilë shënojnë nga një treshe se cili. Edhe Green për 75 me 74, çfarë finishi i kësaj finale të 5. Green, pick and roll me McInnesin. Dardan Kapiti e pengon atje. Një pasim jo dhe shumë i mençur i Wendell Greenit. Michael Green, pick and roll me Drilon Hajrizin, tenton për treshen, nuk realizon. McInnes më i larti në kërcim, faulli tek edhe Cotonit. Personalja e tretë e Cotonit. Do të jenë dy gjuajtje të lira, pasi tashmë Trepça e ka plotësu bonusin. Bashkimi ka 2 faulla dhe nuk ka më se çka të humbë në loj. Williams dhe Lejson Zeqiri. Në
Vine gjuajtjeve të lira, McInnes. Edhe një zëvendësim i çuditshëm, mund të themi trajnerit Jankovic e ul Max Smithin, e mba në loj Wendell Greenin dhe rikthen Dirk Williamsin. Në momentet më të mira të tyre, disa lojtari ka zëvendësuar sonte. Gardan kapiti më i larti në kërcim pas huqës McInnesit, 76 me 74, 2 minuta e 45 deri në fund të kësaj ndeshje shumë dramatike. Kapiti ndalët atje, mbrojtje e mire e Bunjakut, edhe 6 sekonda për këtë sulm Green dhe Zeqiri, dhe fauli Lejson Zeqirit, për të cilin ndeshja përfundon. Shikoni atje, McInnes imshon vetës, thot pse Lejson, pse Lejson. E kërkoj kontaktin atje Michael Greeni. Personalja e 5 e Lejsonit, posa u rikthye në loj, unë ngarkua me të 5-ën. Shikoni lëvizjen mashtruese të Greenit. Lejsoni e gëlltiti këtë lëvizje mashtruese, ndërsa Greeni e hu gjuajtjen e lirë. Të parë mbetet rezultati 76 me 74, 22.4 treshe të Greenit, 4-4 ka qenë nga gjuajtjet e lira deri tash, dhe realizon herën e dytë për të afruar rezultatin në 1 pikë. Drama vazhdon. Fantastika qenë 100 sekondat e fundit. Me të vërtet agon përpos 23 pikëve edhe 6 asistime, 5 kërcime, 2 topa të vjedhur. Sonte ka dhënë një kontribut fenomenal që është pritur shumë herët prej tij, por në një moment të rëndësishëm për Trepqës shpërtheu Michael Green. Sonte lojtari kryesori Trepqës Green, sa bukur për mrekulli në thellësi. Shënon Samir Zekiqi për 78 me 75. 120 sekondat e fundit, 2 minutat e fundit. Koton, Zekiqi, Koton, përsëri shkëputet dhe në stilin e tij e afron me 78-77 rezultatin. Në çfarë momente e merr përgjegjësinë të Kelle Koton dhe me gjithat vetbesim. Kotoni dhe Hajrizi. Fenomenal. Fenomenal me të vërtet. Green për Zekiqi, jo, po për Valion Bunjakun, i cili e huq, por atje për fundi e shpëton këtë sulm Dirk Williams. 80 me 77. A do të përfundon kjo ndeshje sonte, apo do të shohim finalen e 6 të mërkurën në Mitrovic? Personale e Wendell Greenit, i cili e përqafon atje Kotonit, i thot, më fal, e bona faullin, spata qare. Koton me të vërtet në çastet vendimtare me përvojën e tij, po del në skenë e po ullheq skuadrën Mitrovica, se i ka 2 playmakera fenomenal sonte. Drilon Hajrizi për Kotonin, edhe 4 sekonda e pengon atje Bunjaku. Sasha Jankovici a do të kërkon rishikimin e situatës. Jo, nuk e kërkon, pasi janë edhe 0.6 sekonda, thot pavarësisht nëse është apo nuk është, për 0.6 sekonda nuk mund të, dhe sulmi ka skadu. Wendell Green e kap këtë top, 60 sekondat e fundit. Drama rrin maksimumin. Green përballë ka Madutin. Zekiqi dhe Hajrizi atje luftojnë për blok. Wendell Green depërton deri në fund te Valion Bunjaku. Dhe e tani e kërkon rishikimin e situatës Sasha Jankovici. Referi Viklitski.
Pas rishikimit të situatës, referi Zurapovic dhe Viklicki i dhanë të drejtë referit Jankovic se sfida ishte suksesshme, i funit me top kishte luajtur Hajrizi. Do të jenë 5 sekonda loj, topi do të jetë për Bashkimin. Time out ka kërkuar trajneri Sasha Jankovici. Me të vërtet drama, emrin maksimumin në këto 45 presje 8 sekonda të fundit. 3 pike përsi për Bashkimin, 80-77. Të shofim se çka do të ndërmerr trajneri Sasha Jankovic për sulmin e fundit. E tash në shpërtan edhe atmosfera në SZI Suroj në këto momente. Ky sulm do t'jetë i rëndësishëm për ekipin e Bashkimit, vetëm 3 është tepërsia e tyre dhe për siguri në këto momente i duhen pikët, por do ta shohim sa do të arrin të shfrytëzojnë 5 sekonda, pasi e di mbrojtjen e Trepçës që ditë jetë e qelikt. Interesant është derisa nuk kthehen lojtarët në parket, vetëm të themi 5 lojtarë të Bashkimit, 3 të 5 startuese dhe 2 rezervistë kanë shënuar pikë dyshifrore. Smith 19, nga 12 i kanë Bunjaku e Williams, nga 11 i kanë Green dhe McInnes. Po kretë këto tani binoj të shofim 5 sekonda loj. Bunjaku do të rivoj topin në vertikale, McInnes dhe Zekici. Në anën tjetër Green dhe çfarë aksioni! Çfarë asistimi Valon Bunjakut! Edhe njëherë do të jetë Elus Regjin që ta shofim, edhe njëherë e kap kokën atje dhe referi Viklicki. Shikoni atje, të gjithë menduan se topi do të shkoj te Grini, ndërsa Bunjaku dhe Williams, shikoni atje, Williamsi u rrethrotullua në blok të McInnesi dhe realizoi Bunjaku me Elejhup fenomenal. Do të është ky asistimi i 6 i Valon Bunjakut. 12 pikë dhe 2 gjashe nga Valoni. Akon mund të them lirisht nga perspektiva ime, ky ishte aksioni më i bukur i organizuar nga trajneri Sasha Jankovic në këto finale. Dhe tani një atmosferë fantastike në SZI Suroj. Kthehemi me pamje. Drama arrin maksimumin, 44 presje, 4 sekonda deri në fund. Djerës po i pikin Jankovicit, topi për Trepçën, Tekele Koton do të arrivoj topi në loj për kapitin. Koton me Williamsin, Hajrizi pran Zekicit, depërton deri në fund, nuk ka faul. Valon Bunjaku me kërcimin e tij të 7. Definitivisht sonte hero i finalës së 5 është Valon Bunjaku. Shikoni këtu, luftojnë, është i vëmendshëm, e kap këtë top, fauli Greenit, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Bunjakun, 5-4 është nga vija gjuajtjeve të lira, ja tani edhe publiku e thret emrin e tij me plot merit sonte. MVP ndeshjes, pa dyshim, Valon Bunjaku, mirë po e huq, 82-77, rezultati 34 sekonda e 20 të qinta deri në fund. Realizon për 83-77, time out ka kërkuar Adis Beqiragici.
Drama vazhdon. Juri kujtoj adhurus të basketbolit se me njëherë pas saj ndeshje kemi edhe një finale e 7 vendimtare në NBA. Oklahoma me Denverin dhe drama basketbolistike në Art Motion vazhdon e une po ju lo me këto pamje. Akon këto pamje as të bukra, as sa janë pamjet në NBA. Me të vërtet po shohim spektakël sonte. Kthehen dritat në palestër, kthehen ekipet në parket, 34 presje, 2 sekonda, deri në fund, 6 pike përsi për Bashkimin. Dekele Koto përsëri do të arrivoj topin, luftojnë atje për të arrivoj topin, Green pranë McKinnisit. Katër presje 2 sekonda duhet të jenë në semafor, po kërkon referi balon dhe Zurapovic do të rishikojnë, po. Katër presje 2 sekonda deri në fund të ndeshjes. Janë të vëmendshëm referat. 14 sekonda, Koton tenton atje të Maduti nga çfarë distance atje. Faulli Valon Bunjakut apo jo? Maduti ka shkaktu faul në sulm. Junior Maduti shkakton faul në sulm. Ta shohim edhe një herë. E ka ullë Brylin në krahun e Valon Bunjakut pasi ka gjuajtur, ja shikoni këtu. Ja, po. Okej. Realizon për 84 me 77, 7 pike përsi. Gati rezultat identik 84 me 77 ka qenë edhe fitoria në ndeshjen e parë pa publik. Rezultat identik, Valon Bunjaku me pikën e tij të 14 sonte. 7 kërcime, 6 asistime. Edhe pika e tij e 15 për 85 me 77, 30 sekonda deri në fund. Green depërton e kthen te Kotoni, i cili tenton, nuk realizon. Williams e kap te top kundër sulmi shpejt. Green ndalët atje dhe Adis Beqiragici shkon dhe ja uron fitoren Sasha Jankovicit. Përshëndeten lojtarët e të dyja skuadra, ndërsa ky njeri sonte është heroi ndeshjes. Valon Bunjaku me 14 pikë, 7 kërcime, 6 asistime, 1 top të vjedhur dhe 1 blokad, është lojtari i ndeshjes dhe MVP. Ja dhe gëzimi i Kushtrim Kabashit, kryetarit të klubit me treneri Sasha Jankovic. Duhet përmendur edhe Max Smithin,
19 pikë, 4 asistime, 4 kërcime dhe 3 topa të vjedhur pa dyshim. Tandemi i cili kontribojnë, ndërsa 14 pikë ka realizuar edhe Dirk Williams në çastet shumë vendimtare, nga 11 pikë McInnes dhe Wendell Green. Në anën tjetër, me 23 pikë të realizuara, 6 asistime, 5 kërcime dhe 2 topa të vjedhur, Michael Greeni rasonte në fund të ndeshjes. Bashkimi arriti që të mbjetoj ati presionit të Mitrovicasve. 12 pike përsi i pati në fillim, loja u thye 11 herë ka ndru e përsia on 11 herë në këte duel. Me të vërtet kemi pa një dram të jashtëzakonshme, mirë po pas ati rezultati prej 62 me 62, e pam pra një shkëputje të Bashkimit në rezultat në radhë të parë, duke i falenderuar Valon Bunjakut, Max Smithit dhe Dirk Williamsit. Shumë shpejt me ju do të jetë kolegja ime Ulpiana Emra dhe intervistat e trenerve. Pranë me këtu është edhe kryetrajneri i Bashkimit Sasha Jankovic. Coach, even though you didn't start good and Trepça had the lead by 12, still step by step you came back to the game and got this important win at the right moment. Yeah, Trepça know that we are under the pressure. We didn't open good. We didn't open good, but I need to say just one thing. This team have character. Even maybe other team on minus 10, 12 will maybe fell apart. We was fighting for these people, for this town, for this club. And one thing, we didn't want to allow Trepça to, if they need to be champions, not to be champions on our court. So everybody leave the soul on our court, and hopefully we get a win. Coach, even though Trepça won 3 games in a row, you got it now. Is it your momentum to get the win at Mitrovica and come back here for a win and be champions? I strongly believe that is our time
through time there, even one time in the league, we were so close, even some details and some luck decide on their chance. But I have just one message for all these people. See you next Sunday here. Thank you very much. Coach. Atëherë ishim me kryetrajnerin e Bashkimit Sasha Jankovic, ai tha që edhe pse nuk e hapëm mirë ndeshjen, më pas gradualisht u rikthyem në lojë, edhe Trepça edhe skuadrat e tjera e dinë që kjo skuadër din të rikthehet, tha që treguam karakter dhe nuk ishte e lehtë të rikthehemi, por arritëm që në fund të e marrim këtë fitore që ja kishim edhe borxh këtyre njerëzve, pra të gjithë tifozëve. E pyeta sa është momentumi juaj tani pasi pati 3 humbje radhazi, që të fitoni edhe në Mitrovic dhe të riktheheni këtu në Prizren, tha që unë e besoj këtë gjë dhe kam një mesazh për gjithë, shihemi të dielën tjetër këtu në Prizren. Për pak çasti do të jemi edhe me trajnerin Adis Beqiragic. Adhurues të basketbollit, pra jemi në pritje të ardhjes së trajnerit Adis Beqiragicit dhe derisa të na vjen Adisi për të ndihjuar se çka ka për të thënë ai për ndeshjen sonte, edhe një herë të theksojmë pra Bashkimi sonte në sidomos në çerekun e 4, pra ishte dukshëm më i mirë, e niveloi dominimin e Trepçës me kërcime, pra u afrua aty në 38-14, e ktheu në favor të vetin dominimin në asistime, pasi që Trepça në pjesën e parë ishte më e mirë në asistime, në fund 19 asistime të Bashkimit dhe 12 asistime të Trepçës në blokada 3-1, ajo që ishte karakteristik dhe aty ku e riktheu dominimin e vetë skuadra e Bashkimit, ishte kërcimi në sulm dhe shënimi pas kërcimit në sulm, apo second chance points 17-11, po ashtu edhe shënimi pas kundër sulmeve 16-14, dhe konkretizimi i pikëve pas topave të humbur të Trepçës 23-13. Sa i përket pra tresheve, e patëm një rikthim të jashtëzakonshëm, ju kujtohet që në pjesën e parë ishte 5-1, sa i përket tresheve për Trepçën, në fund të ndeshjes të dyja skuadrat pra u barazuan me nga 7 treshe secila. Bashkimi pati 30 gjuajtje të lira, 22 i ka realizu, Trepça 18-14, ndërsa sa i përket lojtarëve, pra individualisht, te Bashkimi 5 lojtarë kanë realizuar pikë 2 shifrore, pra 3 të peshës së parë, më i miri, më efikasi, ja e kemi këtu afër edhe Adis Beqiragicin, pranë Ulpianës, dhe linjën e kaloi Ulpiana Emrës. Pranë me është edhe trajneri Adis Beqiragic. Coach, even though you started good the game, the first quarter was yours, but then Bashkimi starting coming back. You got some good moments, they got some good moments, but details decided in the end. What decided tonight? But decided the last 2-3 minutes, some offense, rebound, some shots they scored, we didn't, and that's it. We are sorry that because I believe that we controlled the game for the long time. Either they were coming back, they were coming back just because we were making some mistakes, not because they had some good time. But on the end, this is game of the mistakes. We had some shots that we should not shoot, some rebounds that we should not give it. That's like that. I hope that we will go next game to win over there. Yeah, now it will be a home court, whole different thing at Mitrovica, and is the trophy coming there? Yeah, you are coming over there. But now it's
I always try to tell the players there is no 3-1. Every game, it's always one step, you know. So you don't have to think like you have a 3 step. They need to make 3 times. Yeah, it's true, but every game is, you know, one step. So I hope with our spectators that we will play much better, much more concentrate in some crucial part of the game. Hey coach, good luck next game. See you. Atëherë ishim edhe me trajnerin Adis Beqiragish, tha që detaljet vendosën në çastet e fundit, ato 2-3 minutat e fundit, pasi që gjatë gjithë ndeshjes ishte gjithçka e barabartë dhe edhe pse Bashkimi realisht po rikthehej, ekipi i tij po e kontrollonte ndeshjen dhe Bashkimi po rikthehej për shkak të lojës dhe gabimeve të tyre në topa, pra të topa të humbur, në disa kërcime dhe në disa asistime. Ndërsa e pyeta se apo vjen trofeu në palestrën juaj në Mitrovic, pra do të arrini ta ngritni atje, tha që unë ju kam thënë gjithë një lojtarëve, pavarësisht faktit që jemi 3-1, nuk ka në finale 3-1. S'ka lidhje që do t'jenë edhe 3 ndeshje në vazhdim, ju duhet të luani, të jepni maksimumin në secilën ndeshje dhe po shpresoj, tha në fund, që të arrijnë të festojnë para tifozëve tanë. Kaq nga intervistat të nderuar shikues, linjën e kthej te kolegu Agon Femiu. Edhe njëherë, faleminderit Ulpianës për kthimin e këtyre intervistimin e Jankovicit dhe të Adis Beqiragiqit, adhurues të basketbollit, pra Bashkimi e zbut disavantazhin 3-2 në serin finale, seria tani bartët të mërkurën brëma me fillim nga ora 19 në palestrën Minatori. Edhe një ndeshje të jesh apo të mos jesh, do të shohim nëse Trepça do të shpallet kampione për herë të 6, mbroj titullin e fituar vitin e kaluar dhe të shpallet kampione për herë të 6 në histori pas pavarësimit të basketbollit kosovar në vitin 91-92, apo Bashkimi do të barazoj rezultatin në 3-3 dhe të qoj ndeshjen për herë të parë, pra në ndeshjen e 7 është kjo finale historike, edhe pse Trepça dhe Bashkimi po ndeshën njëra me tjetërën për herë të parë në këto 30 finalet e deri tashme, e në anën tjetër pra është hera e parë dhe historike që finalet po shkojnë në 7 ndeshje. Nga unë Agon Femiu, Ulpiana emra kolege ime, ekipi fantastik i Oksigenit dhe Art Motion sonte kaq nga palestra e sporteve Seza i Suroj, ndërsa ju për dikun 10-15 minuta në Pokte kanal do të keni rastin që të shikoni ndeshjen e 7 vendimtare të serisë gjysmë finale të perëndimit, konferencës perëndimore në NBA në mes të Oklahoma City Thunder dhe Denver Nuggets. Natën e mirë, qëndroni me ne.